Prej 20 vitesh, shoqëria shqiptare ka lënë jashtë vëmendjes iniciativat sociale që dikur ishin baza jetës, edhe pse në një shoqëri komuniste. Sot, pas 20 vitesh, synohet që kjo mënyrë të bërit gjërat me iniciativë kolektive apo individuale të vendosen si bazë që në arsimim, e përkthyer kjo në një ndryshim të lëndës edukatës në shkollat fillore e nëntëvjeçare. Si projekt, ndryshimi i kësaj kurrikule të lëndës është nisur nga OSBE dhe Ministria e Arsimit. Indeksi i shoqërisë civile për 2010 tregoi se angazhimi i qytetarëve në iniciativat sociale dhe ato që lidhen me politikat shihen si dimensioni më i dobët i shoqërisë civile. Prandaj, projekti ynë synon të promovojë qytetarinë aktive përmes sistemit edukativ. Ky sistem është i rëndësishëm në krijimin e qytetarisë aktive, duke qenë se shkollat janë një vend kyç, ku të rinjt kalojnë shumicën e kohës së tyre dhe ku ata krijojnë një sistem vlerash parimesh, ose thënë më shkurt një tablo më të qartë të botës. Në 2011 nga OSBE u kërkua projekti për zhvillimin e një kurrikule të re të edukatës qytetare. Konsulent në këtë projekt thonë se lënda e edukatës duhet të ndryshohet në përmbajtje për ta thjeshtësuar, të ketë shpjegime për konceptet, mësimet të ilustrohen me foto dhe mësimi të jepet vetëm nga mësues të lëndës. Programi do të intelektual në farë mënyrë të përmbajtur, duke nisur nga koncepte që lidhen me demokracia dhe duke përfunduar në koncepte që lidhen me ushqimin konsumatorëve sigurisë rrugore. Në opinionin tonë është më nevojshme dhe më logjike që të nisim nga koncepte më të thjeshta dhe më konkrete dhe pastaj kalohet në koncepte më komplekse dhe më abstrakte, si ato që lidhen me shtetin dhe me qytetarinë. Autoritetet e arsimit thonë se duhet të rritet koha e vlerësimit të tekstit dhe kurrikula të ndryshme, duke pasur një konsultim më të gjerë me shkollat.